Mirë dhe përshëndetje miq të Partizani Channel me këto pamje të drejtë për drejta nga Arena e Dema. Sot në ditën e hënë nisim për një tjetër seri rezultatesh pozitive pasi kemi përballjen e Partizanit B dhe Devollit. Pra niset me topin e parë nga miqt që vinë me uniformë të zakonshme tradicionale të tyre blu, ndërsa Partizani pra të kuqen krosimit të zonës. Është tokazi për Contrerasin në vërtetësi skuadra e Devollit tashmë që është ngujuar në zonën e saj. Lënge, edhe njërë Partizani, Contreras, Jata, Contreras, goditja! Ndërhyn portieri, Beqiri. Dhe topi është për të, vjen mbështetje dhe Rifa. Gjithmonë Rifa, mundësia për pasimin. Rifa e ka në kontroll, një pasim mjaft i bukur, mando me forcë! Tjetër mundësi e ardhur për Partizanin. Kërkon një pik pasimi. Vjen dhe Rifa, Jata. Gjithmonë Bubakar Jata, ka një të majtë potente Jata. Dhe krosimi Contreras jashtë pa besueshme. Stario fatmirësisht humbet kontrollin për një çast gjezikëm gul Stario me forcë se dërgon drejt zonës, vështirësisht shkoni kjo goditje. E rrezikshme drejt kuadratit të Ivanit. Topi kolës drejt Contrerasin, ka hapin më të madh, arrin përpara Contreras. Le të shikojmë Diego Contreras. Balla, mjaft mirë shikoni, Kola, mundësia goditës e Kola eziton dhe godet dhe 1-0. Shënon Partizani, është Marius Kola. Mjaft mirë në këtë çast kombinimet mes Contreras dhe Kolës. 1-0, shënon skuadra e kuqe. Teksa jemi në minutën e 28. Nuk ka një hezitim nga pjesë tjetër skuadrës se detyrojnë këndesin ta dorëzojë tek Balla. Mundësia e Denis Ballës goditës edhe shikoni për pak nuk shkon në rjet, është ndërhyrja e Beqirit edhe një herë. Top mjaft i bukur për Kolën. Gjithmonë Kola provon zonën, lëvizje e mirë, topi dhe goditja! 2-0, Denis Balla ja rikthen pra Kola. Atë asist që i dha pak çaste më parë Denis Balla në mënyrë më të bukur pra këmbgulje e mirë. Kazim, lëvizje e mirë, shikoni ka mundësi Partizani. Kazim hapën në të djathtë, e drejtohet zonës, gjithmonë Kazim, një pas e jo i mirë, është i freskët. Duhet ta shfrytëzonte maksimalisht Partizani për këtë aksion. Kazim, gjithmonë Kazim. Gjithmonë Kazim futet në zonë për Mandun. I mirëshëm krosimi dhe goditja, e pa besueshme, çfarë mundësie. Jata tashmë, nuk arrin Jata. Kështë Ferrati që gabon në këtë pasim duke të mundësi, Ndreja, gjithmonë Ndreja e godet dhe ndërhyn në Beqiri. Është Kazim Ogule, i cili tashmë do të provoj me të majtën. Ka një cross të mirë si në këtë çaste, provon Partizani dhe vjen goli. Ka shënuar Diallo 3-0. Shënon skuadra e kuqe në rëmujë sipër. Kemi përfituar dhe kemi poshtë portierin e Beqiri për të tretën e herë në portën e Devollit që tashmë ka mbetur të gjithë të shtangur. Kërkojnë tek vetja më shumë. Në kraun e djathtë të sulmit teksa Alfred, një krosim i rrezikshëm dhe traversa. E më pas kjo goditje që jashtë. Është gjithçka e rregullt dhe pastër ndërhyrja e Gjuzit. Niset Partizani. Është Marcelo Gjuzi. Topi drejt Gogës, ideja mjaft e mirë, Goga e godet me forcë dhe 4-0. 4-0, Rabion Goga. Por asistimin e detaj dhe i Marcelo Gjuzit, që i dha mundësin për të shënuar dhe golin e kadrë, dyti personal edhe një për Gogën. Është në zonë Gjuzi, i vetëm Gjuzi e pa besueshme, por aksioni vazhdon teksa Kola e kap sërish mundësin krosuese. Ka pranë Kazim. Vazhdon sulmi të kuqve. Ndrejaj. Lëvizje e mirë, shëron të majtën, goditja dhe 5-0. Fernando Ndrejaj. Spektakël i skuadrës kuqe në Arena Demave, por ndërkohë që Ndrejaj shënon, Gjuzi nuk i beson në syve për atë që humbi. Hasanas, Gjuzi, Ndrejaj. Shikoni Goga ka hapësira, është brenda vjes dhe mjaft mirë topi është për Rabion Gogën. Do të shfrytëzoj mundësinë
Dhe përsi numerike tashmë vendoset dhe skuadra e Vollit, por Goga provon dhe të majtën, goditje fort mbi tra. Shkokomani, shikoni ka zbritur lart për të provuar e më pas kjo goditje në dy kohë. E mbyllë sulm Partizani me një goditje nga Jori Asanas dhe këtu nuk ka më kohë mbyllet takimi i javës tretë me fitoren e të kuqve. Përshëndetje miq të Partizani Channel, vërtet ishim në emocionet e Partizanit B, java e tretë, fitoria e tretë, por një fitore mbreslëndëse 5-0 ndaj Devollit. Sot kam Marius Kolën, në mbrojtjen e krahut djathtë ka vrapuar shumë Kola, por së pari të pyes si ndjet pas kësaj fitore. Jam shumë i lumtur për këtë fitore që arritëm, ishte fitore shumë e vështirë për vetë faktin si shkoi ndeshja. Jam shumë i lumtur që una dhanë maksimumin dhe kështu do vazhdojmë. Kola, tu desh shumë punë pas daljes me karton të kuq të Rifës, duke qenë se edhe lufta në krahun tënd u bë shumë e ashpër. Si e menaxhove këtë pjesë? Ishte e vështirë, po kemi 3 muaj që servitmi me njëri tjetrin, mi ja dim cilësitë shokëve të ekipit dhe kishim besim që do e kalojmë këtë situatë. Menduat që pjesa 2 do ishte, le të themi, kaq e lehtë për sa i përket rezultatit, jo për sa i përket lojës. I kemi cilësitë. Pse jo? Tek pjesa e cilësive. Javët në vazhdim kampionati bëhet më i fortë. Ti me ato kilometrat tuaja do t'i ngresh apo do t'i ulesh sepse ke konsumuar? Patjetër që do t'i ngrejmë. Duhet me dhon maksimumin këtu që ndoshta i di do është problemi për diku më lart. Si e vlerësoni deri në këtë moment punën e trajnerit Oltjan Kërnaju? Profesor Oltin e njoh prej vitesh. Unë e di cilësitë e provës, ja di se sa javë është ai. E dija që një ditë do shkon tek ekipi i parë me dhon maksimumin e tij. Dhe besoj që do bëj mirë ekipi i parë. Dhe mesazhi për djemt që janë gati ty, po festojmë pak, po shikoj që po festohet pak aty. Po është normale. 5-0 do ketë fest, po do vazhdoj festa se ne nuk do ndalemi. Tani javën e ardhshme të shkoni Maliq. Po aty është transfer të vështirë, po i dim cilësitë e njëri tjetrit. Kemi besim ke vetja dhe do e dalim se s'bën. Të uroj suksese dhe mbara mirë. Faleminderit, shumë faleminderit.